Jemi rikthyer në studio, procesi i numërimit të votave në të gjithë Shqipërinë vijon ende, ka përfunduar në qarkun e Kukësit, ku mandatet janë ndarë 2 për Partinë Demokratike dhe vetëm 1 për Partinë Socialiste. Deri ditën e dieshme, sipas trendit të votave, mendohej që Kukësi mund të dilte 1-1-1, pra 1 për Partinë Demokratike, 1 Partinë Socialiste dhe 1 për PSD-n e Tom Doshit, po me sa duket, atje numërimi ka përfunduar dhe 2 mandate PD-ja, 1 mandat Partia Socialiste përfundimisht. Më vonë regjia, ju lutem, mund të lidheni pak me Ardit Hoxhën, sepse do ketë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në qendrën e numërimit votave ku ai ndodhet, në KZAZ-n. Dua t'i bëj një pyetje zotit Mavros. Ndalemi pak tek Tirana, se do të ndalem pastaj me panelin më gjatë atje, edhe për votat për kandidatët, për ai sa është numëruar deri tani, se procesi i numërimit për votat e tyre nuk ka nisur ende, por kemi një trend, kush janë më të votuarit tek Partia Demokratike dhe Partia Socialiste sipas numërimit elektronik në Vor, edhe në njësinë numër 10. Por të paktën në këtë qark, në Tiranë, partitë e reja, të paktën 3 nga partitë e reja, siç është Mundësia Agron Shehajt, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk e Erlind Qorit, deri në këto momente marrin 1 mandat. Me gjithë pritshmëritë që ata kishin për shumë mandate, kush fliste deri në 71 mandate, të tjerë flisnin për përqindje shumë të larta, po deri tani kemi vetëm 1 mandat në Tiranë dhe në asnjë qark tjetër.